Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tonë. Sot është e premte, është data 13 mars. Nesër është dita e verës. Bëjmë gurabiet dhe ndërkohë do të bëjmë edhe një vlog. Kjo është kuzhina ime e re. Këtë vlog mendoj se do shikoni disa nga këndet ose disa nga gjërat e shtëpisë që janë ndryshuar. Mendoj që po normalizohemi pak nga pak dhe po qetësohemi sepse kemi kaluar ditë shumë të lodhshme dhe shumë të vështira. Unë vazhdoj të jem me grip e bllokuar në kollë. Përpara se të filloj, dua të bëjmë një supermarket haul. Dhe do fillojmë me qesën e parë, vezë, miell Ola, kos frutash dhe sheqer. Këtu kam marrë ngjyrues për vezët, udhra, salati shile, 2 limon dhe banana, një portokale vëndi, ananas, mollë të kuqe, por gjeni çfarë? Nepset e shtatzavis, kam marrë një uro, që do të ha tani njerëz. Çorape. Pastaj kam marrë për vete këto peceta, këto pambuk për të hequr make-upin. Kam marrë edhe një garnier, mita qershie, natyral, gjoja është bio. Kemi marrë birra njerëz. Më saktë i kam marrë burri. Ke marrë një aromë për ta lënë këtu tek kuzhina dhe kjo ishte zgjidhja e tim shoqin në fakt, sepse mora unë një erën e parë, i pëlqevi shumë, por unë e kam marrë edhe më gjumit ata edhe kështu që vendosi të merrte një tjetër për ta lënë këtu tek kuzhina. Nuk e di a do më pëlqej si aromë, dhe hap tani bashkë me ju. Mua nuk është se më pëlqen shumë era vaniljes, por ati po. Shumë fort. A është e fort? Herë burra shpër. Diku këtu, por tani më duhet të sistemoj të gjithë kuzhinën se e bëra rrëmuj dhe pastaj do vazhdoj me gatimet. Isteja e Roanit, ne kështu i themi këtyre qeseve për fëmijë. Kur na vim për ditën e verës, edhe ja ka sjell një. Ka sjell një kështu, një mollë, një banane, një kështu lënë portokalli, ka sjell çibuk, karamele, cincin. Hajde që këto shikoj. Kjo është dhurat për ty, ta ka sjellë Mia. Hapë, hajde hapë këtu të kamera. Nuk ka që, për qa është, të rëgëra njerëz bë. Ishte një qoftë. Nuk ka vaj sepse Roani vdes për qoftë dhe ja ka për dhurat. E peti këtë? Vetëm ajo ka interesant. Vetëm ata e hëngri. Mirë.
Hej njerëz, sa po mbarova punën edhe nuk kam pirë as kafe sot sepse s'kam patur kohë. Mendova ta marr kafen me vete dhe t'i ta pi në shtëpi. Para se kam marrë edhe një porosi, është tavolina e mezit, do ju lë një foto diku këtu se si dukej në website edhe do ju tregoj pastaj se si do duket kur ta montoj tek shtëpia. Ndërkohë, nuk ju kam updateuar fare nga data 13 që kam hapur këtë vlogun. Arsyeja sepse ne ditën tjetër kemi ikur tek liçeni Zambakëve dhe jemi lodhur shumë. Ishte gabim më i madh që bëra. Por nese iku kaloj dhe duke qenë se u lodhëm te i mase, nuk kisha as nerva, as dëshirë që të xhiroja. Kështu që nga ajo ditë nuk kam xhiruar fare. Ja ku jemi sot, më datë 19, ikim sepse ditën e vazhdim do jemi 4 ditë pushim, kështu që shpresoj që ky vlog të mbyllet me sukses, sepse do kemi kohë që të xhirojmë. Jemi ditën tjetër. Kjo është kafja e dytë për mua, sepse e para nuk më bëri asgjë. Tani është ora diku tek 12 dhe unë jam akoma për gjumë. Kjo ndoshta sepse kafja e parë që piva ishte nga ato bustinat e gatshme që merren në supermarket edhe nuk më bëri asnjë lloj gjëje, ndoshta se jam mësuar me ekspres dhe shkova mora kafen tjetër. Është ora 12 dhe unë jam zgjuar që në orën 8 dhe vendosa që të sistemoja rrobat e bebit. Mua më kishte sjell mami disa rroba nga Italia dhe gjatë punimeve që patëm në shtëpi, kisha vendosur në një qese dhe i kisha nxirr diku jashtë dhe më ishin njomur. I kam parë mbrëm dhe i kam futur, i kam larë me 90 gradë. Edhe duke qenë se u mora me ato, mendova që të sistemoja edhe këto që kam të reja. Unë nuk kam bler asgjë vetë për bebin, nuk e di pse, jam shumë vonë, e di, por nuk jam bërë mbartë. Vetëm gjërat që unë kam bler janë këto 2-3 badit që kemi realizuar fotot e para dhe të tjerat janë gjëra që mi kanë sjellë. Se i kisha nxjerrë dhe i kisha në mbi krevat, sepse nuk arrita do t'i sistemoja nga gjendja që kam patur, mendova që të hap kamerën dhe t'ja u tregoj edhe juve si fillim. Tani këto më duket se i kam treguar, janë badit që unë i kam bler vetë. Kam mbajtur gjithashtu disa nga këto çantat e make-upit që shisja tek Ode Brand. Fatkesisht kanë qelluar, domethënë kanë qelluar roz, por çrëndësi ka, punën e bëjmë njësoj, derisa të bëjmë të tjera në ngjyrë blu. Dhe në fakt nuk është se jam shumë tek ngjyrat roz ose blu kur vjen puna tek fëmijët, jam shumë tek gjërat neutrale. Kështu që vazhdojmë. Kemi këtë yllin lodër që e kemi marrë te Illumina Pharma. Kemi këto badit që janë shumë mikroskopike. Edhe këto më duket se ja u kam treguar, i kam marrë tek Kidsland Albania. Gjithashtu edhe këtë lodrën. Pastaj kemi këtë portofolin që disa gjëra i ka marrë Roani, por që edhe këtë e kemi marrë te Illumina Pharma. Edhe kjo është një parfum për beba që është shumë i mirë. Më pëlqen ta përdor edhe vetë. Edhe
Pastaj këtu kam edhe kremin e Suavenexit, t'ju them të drejtën nuk e kam përdorur, e kam bler me lekët e mia, diku tek 35.000 lekë, por arsyeja përse nuk e përdora këtë kremin dhe më dhimbset realisht, por që shpresoj ta përdor, ishte sepse kohë që doj, 2 javë pasi unë kisha marrë kremin, gjithashtu në të njëjtën ditë me kremin kisha marrë edhe vitaminat që mi dha doktori dhe më ka filluar kruajtja e trupit. Realisht ja lash kremit sepse e kisha kruajtje vetëm në zonën e barkut, edhe këtu tek gjoksi dhe qafa, edhe mendova që diçka e re që unë kisha ndërruar ishte kremi dhe ma jep kremi. Kështu që mbas konsultës që bëra me doktorin dhe i tregova që në të njëjtën kohë unë kisha përdorur edhe kremin edhe vitaminat, i kam ndërprerë të dyja. Dhe mbas 2 javësh kam ribër sërisht analizat sepse ALP-ja më doli shumë e lartë erën e parë dhe prandaj doktori më sugjeroi që ti ndërprisja. Por pasi i përsërita sërisht analizat, më dolën akoma edhe më të larta. Kjo tregonte që as kremi dhe as vitaminat nuk kishin lidhje me kruajtjen e trupit tim. Kështu që do të thotë që unë duhet t'i ripërdor sërisht, por ajo frika nuk më lejon sepse realisht kam kaluar ditë të vështira nga kruajtja e trupit në shtatzani, që nuk e kisha provuar me shtatzanin e parë. Në fillim, ditët e para mendoja tërheqje lëkure, siç thonë që pesha e kështu, por jo. Nuk e di, ndoshta ka qenë edhe normale, sepse doktori këtë më tha që është edhe normale që ALT-ja të dali pak e lartë në shtatzani, por shqyr zotit, unë nuk kam patur më kruajtje. Kemi këto 3 çorapet që janë shumë cute dhe kanë shumë dashuri të sinqertë brenda, sepse mi ka dhuruar një nxënëse tek shkolla ku unë punoj. Janë disa vajza që unë i kam shumë qejf dhe janë shumë të mira dhe kudo që më shohin vinë edhe më takojnë. Morën vesh unë në shtatzan, kjo prej tyre më kishte sjell këto çorapet. U emocionova tani që ato i shikojnë videot e mia dhe dua t'ju them që ju kam shumë xhane dhe jeni shumë dashuri. Këtu pas kam edhe ripin e momkozit të barkut. Pastaj kemi këto për foto që edhe do realizojmë ato foto tona të para çdo muaj. Kanë ardhur edhe me këtë dustbagun e vet edhe i kam mbajtur këto. Çantë tjetër edhe këtë roz. Kemi këto këpucët. Pastaj kemi edhe një badi tjetër me makina, sepse ne jemi çuna. Vazhdojmë, ky është një set që ma ka sjell shoqja. Lenca, faleminderit. Pastaj ky është, jo, Lenca ka sjell edhe këto. Pastaj kemi edhe këtë që na i ka bler Romina. Vazhdojmë me badi, dhe të badi kemi. Tu pastaj kam çukat që janë nga kjo marka. Këtu kemi plot 2, 4, 6, po e di që janë edhe 2 të tjera 8. Këto janë deri në 6 muajsh. Të tjera që edhe këto i kemi marrë te Kidsland Albania. Kemi këtë pellushin, batanien që është shumë e butë. Pastaj kemi gushore pa fund dhe kemi edhe këtë librin që është kështu.
kemi marrë te Lumina Pharma. Okej, gjithashtu kemi edhe një vitamin. Këto ishin. Por, doja të tregoja edhe diçka tjetër që unë e kam postuar në një shorts këtu në YouTube dhe ju duhet ta keni parë, por doja t'ju tregoja edhe këtu në video. Kjo është një aparat, le ta themi, që mat rrajet e zemrës së bebit. Një nga këshillat që doktori jep më së shumti në 3 mujorin e tretë janë monitorimi i lëvizjeve të bebit. Dhe gjithashtu një pajisje e tillë nuk do të ishte as pak e tepërt. Gjithashtu na ka nisur edhe gjelin e vet. Do vendos vetëm pak sa për provë. E ndezim, kjo funksionon me bateri. Është shumë e bukur dhe shumë interesante për të dëgjuar. Tani më duhet një letër. Ishin gjërat që kemi deri në këto momente. Më duket se kam edhe disa gjëra të tjera, po nuk e di se ku i kam futur tani. Gjithsesi, duhet të fillojmë me të gjitha blerjet që do të na duhen, sepse ditët po afrojnë, edhe të mos i lëm të gjitha për momentin e fundit. Gjithali mua më ka shkuar karroca dhe pres të ma nisin babi, ndoshta nesër, ndoshta në ditët në vazhdim, nuk e di, por që jam interesuar dhe nesër kishte autobus. Karrocën e kemi shumë të bukur dhe unë mezi po pres që të ndaj me ju. Dhe gjithashtu e njëjti brand do na dërgoj edhe karriken e lartë që përdoret edhe kur bebi është i vogël si lëkundëse, por edhe kur të fillojmë ushqimin. Unë tani duhet të çohem, kam shumë bashkëpunime që i kam lënë pas dore dhe duhet t'i realizoj këto ditët e pushimit, sepse realisht më vjen shumë inat me veten time që jam kaq mbrapa, por që kam qenë e detyruar për shkak të rrethanave që kam patur. Do ju tregoj pak pjesën mbrapa që ju nuk e shikoni tani dhe aty ndodhet garderoba ime e re. Kjo është garderoba ime e ëndrave, le të themi, sepse kam pasur gjithmonë dëshirë që të kem një garderobë të tillë. Ndaj duhet të besoni në univers. Nëse e doni diçka, mendojeni dhe përjetojeni sikur e keni. Nëse doni të dini më shumë rreth universit dhe manifestimit, më shkruani. Po ju thoja që kam pasur gjithmonë dëshirë që të kem një garderobë të tillë dhe ja ku ëndra u bë realitet. Nuk e di nëse do ta mbaj për shumë gjatë kështu të hapur, por do ta mbaj deri në një moment tjetër kur të më mërzitet dhe më pas do ta bëj me mbyllje xhami ose shin. Nuk e di se kam vendosur, kështu që presim. Domethënë, në shtëpinë time ka akoma shumë gjëra që duhet të rregullohen dhe që kanë ngelur pa rregulluar, por janë gjëra të vogla që do t'i bëj avash avash me kalimin e kohës. E rëndësishme për mua është që ne jemi sistemuar tani dhe po rrim këtu, nuk po ky këndi që unë isha ulur, aty është kafja ime, është krevati i Roanit. Roanit nuk ja kemi marrë akoma dyshekun, kështu që ka një provizor që ka patur tek krevati portativ më përpara. Pastaj kam këtë këndin këtu, që kjo mobilja ka ngelur nga dhoma e vjetër dhe që më duhet ta mbaja për
të vendosur disa nga rraqet e mia që akoma nuk po vendos t'i hedh ose nuk e di se ku do t'i çoj, dhe kam vendosur sipër këtë makinën qepse, por shumë shpejt kjo do iki dhe këtu do zëvendësohet me krevatin e bebit. Kemi krevatin tim, e kam bërë me mekanizëm poshtë në mënyrë që të hapet edhe të vendos rrobat e mëdhaja, sepse nëse do t'i mbaja këtu do dukeshin shumë keq, kështu që e bëra krevatin me mekanizëm. Ka akoma shumë gjëra që mungojnë. Këtu është foleza ime dhe është jesteku i momkozit që realisht më ka shpëtuar. Dhe këtu është pjesa e pasqyrës. Pasqyra është në këtë formë kështu. Këtu kam një ambazhur që e kam bler te këtë përdorat, është vintage. Realisht më super pëlqen, por burrit tim nuk i pëlqen shumë dhe më ka lënë këtu në mëshirë të fatit, por shumë shpejt do ta vendos. Kam menduar ta vendos diku këtu. Ai këtë mbrapa kam këtë pamjen që pjesën këtu neve e kemi ngritur në lartësinë e duhur. Aty janë rrobat e mia që po thahen, gjithë kemi mbjell nga këto pemët e mëdhaja. Ashtu do bëhet diçka shumë e bukur, por që në ditën e vazhdim, sepse kanë kohë akoma. Këtu kemi tavolinën që bleva dje dhe që ju thash do ju tregoj kur të montohet. Mua më pëlqen se si duket. Këtu kam edhe këtë dritën që e kam marrë tek Jusk dhe është shumë cute. Tajte, kjo pjesa këtu kam vendosur këtë kamerën që më ka ardhur përpara 2 javësh, në mos gaboj, por unë përpara disa ditësh ose më saktë ditën e ditëveres i bëra videon që biznesi më kërkoi dhe ka ngelur kështu e hapur. Është super kamer, është shumë e mirë, por unë akoma nuk e kam mësuar si që duhet. Dhe këto ishin disa nga gjërat që doja t'ju tregoja në këtë vlog. Kemi shumë gjëra për të ndarë së bashku, por në vlogjet në vazhdim. Unë tani do vazhdoj të pi kafen time dhe do editoj video në mënyrë që të kem se çfarë të postoj.